në asnjë variant asnjëherë nuk më është transmetuar nga kolegët brenda qendrës për punë sociale që mungesa e organit me emra të përvetshëm të kujdesarisë, sepse shpeshherë edhe në ligj referohet qendra për punë sociale apo organi kujdesarisë. Tash e ke parasysh, domethënë kur referohet qendra për punë sociale nuk kuptohet organi kujdesarisë. Qendra për punë sociale është organi kujdesarisë. Shpesh herë domethënë në ligje. Tash janë ata persona të cilat e kanë, unë po them që kemi qenë pjesë e ligjeve, por në fund është një grup më i vogël i cili ja jep edhe konturat e fundit ligjit, cili do le qoftë ai. Kështu që shpeshherë ka edhe kësaj referimi kur flasim për qendrën për punë sociale, i referohemi organit të kujdesarisë. Asnjëherë nuk më është transmetuar nga kolegët që proceset tona, mbarvajtja punës, marrja vendimeve, veprimeve, konstatimeve, vlerësimeve, ka qenë e rrezikuar në mungesë të organit ashtu siç po e thoni ju, që duhet të jetë domethënë me i strukturuar. Blerim Shabani, i cili kur ishte intervistuar nga Betimi për Drejtësi mbante pozitën e drejtorit, ka deklaruar se ani pse nuk e kanë të themeluar organin e kujdesarisë, QPS kryen funksionet e tij. Tashti, nën udhëheqjen e shërbimeve janë zyrtarët e shërbimeve. Zyrtarët e shërbimeve pranojnë landet sipas udhëheqit të shërbimit, që në kupton organi kujdesarisë cakton menaxher rasti. E kupton? Si menaxher i rastit. Caktohet një landë caktuar, duke vlerësuar situatën, kategorinë, çfarë do qoftë tjetër, çfarë vlerësohet prej shqetësimit që është aty, duke vlerësuar cili është më i përshtatshëm, caktohet si menaxher rasti. Kjo është funksioni që na e realizojmë çdo ditë punë. Puna e organit kujdesarisë, që thuhet nuk ekziston ose nuk është i themeluar, okay, nuk është i themeluar, po si funksion na çdo ditë e praktikojmë. Për me shtuar diçka tjetër te pjesa e menaxhimit të rastit. Menaxheri është kompetent për gjithçka që menaxhohet te rasti, por organi kujdesarisë e mbikëqyr menaxhimin e rastit. Organi kujdesarisë në rast të nevojës të ndërhyrjes, varësisht prej vlerësimeve në rastet që referohen, krijon ekipe profesionale. Ekipe profesionale profile të ndryshme varësisht për nevojave, që mund të jetë psikologu, sociologu, pedagogu, apo varësisht se ç'është vlerësohet. Edhe dalin në teren, vlerësojnë rastin ose japin mendimin.